në një zonë që nuk kishte turizëm, sepse ishte bazë ushtarake. Porti ishte porti vjetër ushtarak i ish Jugosllavisë. 10.000 banor, të ardhura shumë të ulta, të rinia që ikte se s'kishte çfarë bënda atje. Sot Tivati pret 5 milion turist në vit, vetëm për shkak të atij porti, të atyre hoteleve dhe të gjitha atyre që erdhën më pas. Por ama në dyqanet e Tivatit janë ata që janë prej atij vendi. Shërbimet në Tivat i bëjnë njerëzit e atij vendi dhe aq shumë punë ka dhe aq shumë nevojë ka sa natyrisht vinë edhe të tjerë. Ama për të gjithë të rinj dhe të rejat e Malit të Zi, siç unë i pash i takova vetë në punët e atij hoteli ku ishim ne së bashku me udhëheqësit e tjerë të Europës, ka një vend pune cilësor, ka një vend pune që nuk ka asnjë arsye për ta lënë, për shkuar të kërkuar fatin jashtë vendit. Tani më falni, po ne çfarë jemi? Ne jemi budallëj që do vazhdojmë të shikojmë se si të tjerët i marrin mundësitë që ne i lejojmë të na rrëshqasin. Në ndërkohë që fal gjithë transformime që kemi bërë, fal fakti që Shqipëria sot nuk është më vendi që përmendej vetëm për kriminela, vetëm për trafiqe, edhe vetëm për keq, por është një vend që përmendet nga të gjithë, në gjithë botën, si një vend turistik,